Vështrinë në ankuar për mungesën e ujësjellësit dhe në bardhash me mbeturinat ku ishim sot në lidhje direkte dhe në kolësh për subvencionet. E kam drejt për drejt drejtorin e shërbimeve publike në komunën e Mitrovicës, gjithashtu është edhe për investimet kapitale, me që Mitrovica ka kështu të organizuar qeverisjen. Granit Mava, përshëndetje drejtor. Mirëmëngjes Arben. Si e veçantë ju kem drejt për drejt, si po shkojnë punët? Punët po shkojnë mirë. Sot Mitrovica është zuar si zakonisht. Jemi duke punuar në disa lokacione të ndryshme në qytetin e Mitrovicës. Çdo herë në dispozicion të çdo qytetari dhe çdo kërkesë të cilët ata i kanë. Ku janë projektet kryesore ku jeni të fokusuar? Ndër top projektet kryesore me top prioritet në komunën e Mitrovicës është rruga Ali Zeneli, Lani Moni, të cilat vetë janë duke shkuar drejt përfundimit, rrugë të cilat nuk kanë qenë më parë dhe kanë pasur telashet tyre tash e 25 vite. Përveç kësaj, një projekt tjetër i rëndësishëm veçantë ka qenë edhe rregullimi i shtradit të Lumit që e lidh zonën urbane të qytetit me liçenin akumulues. Edhe ky një projekt i cili vetë se jemi tek detajet e fundit në përfundim dhe kemi edhe projekte të tjera të cilat janë Bajri, Baganicë dhe lokacione të tjera. Mirë, po nisë e para, ju kanë prekur në investime kapitale këto të përmbaruese të kontratës kolektive apo si do të jetë ky vit? Po, edhe komuna e Mitrovicës është prekur nga këto. Deri më tani i kemi afër 2 milion të paguara, brenda këtij viti të cilit vetë se jemi, është një humbje e madhe për qytetarët e Mitrovicës me këto pagesa të cilat po bëhen sepse po preken investimet e tyre direkte. Mirë, ka banorët e fshatit Frashën në fakt më kanë telefonuar edhe i kanë varrezat e reja të fshatit, kanë një rrugë që nuk është e kalueshme, nuk është e mirë. Drejtim të varrezave të reja të fshatit, kanë thënë që kanë biseduar disa herë me juve, a mund të jetë tash në projekt ajo rruga, a mund të planifikohet? Po, ne vetë se kemi marrë kërkesën nga banorët në Frashër, i kemi bërë në planifikimin për brenda këtij viti që të intervenohet, i kemi filluar procedurat dhe presim që të arrijmë deri te kontrata dhe të përgjigjemi në këtë kërkesë. Jo vetëm rruga që janë tek varrezat në Frashër, por i kemi edhe disa rrugë të tjera të cilat do të intervenohet dhe do të trajtohen brenda këtij viti, duke besuar dhe shpresuar që të jemi te kontrata sa më parë. Në buxhet Këto rrugë që po flet janë brenda Frashit apo brenda fshatit Frashit? Vetëm për Frashër. Është kod i veçantë i cili është planifikuar për Frashër. Mirë, besoj që do të mund të kalohet do të mund të arrihen procedurat deri në pranverë të fillojnë punët pastaj. Po besoj që po, i kemi njekur të gjitha procedurat, tani jemi në pritje të nënshkrimit të kontratës dhe të arrijimit që përgjigjemi nevojave dhe kërkesave të qytetarëve në Frashë. Kërkesë të ngjashme më kanë bërë edhe nga Zhabari, është atje rruga Kuvendi i Lezhës, më kanë dërguar edhe video ishte në gjendje të pakalueshme. Natyrisht janë rrugisat të fshatrave. Ka ndonjë projekt për Zhabarin të ngjashëm apo do duhet pritet ende? Po, Arben, sa i përket Zhabarit, në Zhabar vetë se kemi nënshuar kontratën, kemi filluar punimet. Tani, kur jemi duke folur vetë se jemi duke punuar në Zhabar të Mitrovicës, për momentin jemi në 5 lokacione të ndryshme duke i trajtuar rrugët, po flasim për rrugë të cilat nuk janë trajtuar asnjëherë më parë dhe besoj që brenda këtij viti të gjitha rrugët të cilat janë të patrajtuara në Zhabar do të trajtohen dhe do të përfundohen në asfaltimin e tyre dhe kurrëzimin e tyre varësisht prej pozicioneve të cilët ato e kanë. Faleminderit shumë drejtor, kënaqësi e veçantë që pata drejt për drejt. Faleminderit juve. Ishte drejtori i shërbimeve publike në